Një oficer e policie rrugore është vënë në qendër të mediave ditët e fundit pas zbulimit të jetës së saj private, ose jo dhe aq private. Bëhet fjalë për një oficer e policie rrugore në Greqi, e cila punon në departamentin e drejtorisë rrugore të Pireut dhe është banuese në Nea Zmirni. Zugla raportoi se policia ka nisur hetimet ndaj saj pas ankesave dhe denoncimeve të bëra se pas orarit të punës dhe pasi heq uniformën, jeta e saj merr më shumë ngjyra roz. E reja akuzohet se shantazhon njerëz për të marrë para, ndërsa po ashtu akuzohet se punon në Dubai, Mykonos dhe Atik si punonjëse seksi me pagesë. Ndonse Zugla nuk e zbuloi fillimisht emrin e saj dhe ndërkohë që ishin marrë të gjitha masat që fytyra e saj të mos zbulohej në dokumente fotografike apo video, Eleni Bobu, me sa duket është identifikuar në raporte dhe kërkon që të fshihet artikulli në lidhje me të. Duke qartë se raportimi i Zugla pi.gr ka shkaktuar reagime në qarqet në të cilat ishte lidhur zonja Eleni Bobu, si në Mykonos ashtu dhe në Atik e më gjerë, shkruan media greke. Zugla zbuloi denoncimin shumë të rënd ndaj punonjëses së policisë që po hetohet nga drejtoria e punëve të brendshme të policisë greke. Mirëmëngjes, ka kohë që njoh një vajzë që mësova fare rastësisht se është oficere policie dhe shërben në drejtorinë e policisë rrugore. Vajza në fjalë ka shumë nerva, mashtron, shantazhon dhe në mënyrë të pamëshirshme dhe imponuese kërkon para, dhurata dhe udhëtime të shtrenjta. Komunikoj në Viber ose Telegram. Mesazhet zhduken për 24 orë, kërkon shumën prej 1000 euro për të takuar përsëri dhe për të mos thënë asgjë. Ajo më bëri mua, si dhe me njerëzit e rrethit tim të ngushtë dhe të rrethit tim profesional. Meqense duket kaq e pafajshme dhe e sjellshme, vjen në dyqane dhe më pas e kuptojmë se çfarë bën dhe si lëviz. Kështu që unë jam në këtë pozicion t'ju informoj, gjë që ju e dini, por nuk shoh që të merrni ndonjë mas për ta larguar atë nga puna. Elini të turpëroj dhe vazhdoni të keni këtë në zonën tuaj më të gjerë të Greqisë. A është kaq e vështirë për ta ndjekur dhe për të kuptuar se çfarë bën? Ajo poston vazhdimisht në rrjete sociale, restorante, çanta të shtrenjta, udhëtime nëpër botë. Vajza është në një rreth me prostituta. Ndaj informova edhe miqtë e mi gazetar dhe brenda pak ditësh do të shihni në disa shkrime. Siç jam informuar nga shërbimet të ndryshme policore, nga njohjet e mia me drejtor dhe komandant policie, ajo është e njohur për autoritetet dhe FBI-n. Guvernatori dhe ministri janë të informuar dhe janë të njohur me këtë emër. Nuk e di pse nuk përparoni dhe vazhdimisht ka pengesa për këtë police që po turpëron korpusin. Ajo del e zhveshur dhe përdor statusin e saj për të hedhur hi syve njerëzve dhe për të kërkuar para për takime seksuale. Ju prezantoi emrin e saj dhe ju kërkoi të mbani qendrim përpara se shtypi të arrijë dhe të gjej plotësisht ato që nuk publikoni. Zonja shërben në policinë rrugore dhe ka marrëdhënie romantike me oficerët e shërbimit në fjalë, si ai i quajtur D, i cili është i martuar. Edhe pse është i rrep në shërbim, ai favorizon zonjën. Gjithashtu komandanti aktual i miraton vazhdimisht pushimet e saj afat shkurtër dhe shumë ditore, që mund të shkojnë në udhëtime një ditore ose shumë ditore jashtë dhe brenda Greqisë për takime romantike dhe takime me përfitim financiar, në mënyrë që shpeshherë largohet pa arsye dhe policia rrugore pa oficer shërbimi dhe poste të tjera kyçe dhe operon në kurrizë të kolegëve të tjerë të barabartë, por edhe në mënyrë të pakëndshme. Do t'ju dërgoj disa foto të tjera. Shpresoj se më në fund do të bëni diçka për ta hequr nga shërbimi. Ajo nuk ka asnjë pozicion. Javën e kaluar mbylli rrjetet sociale pa e ditur në arsyen. Sidoqoftë të shtunë në mbrëm me pasha të në R dhe të dielën në S, me vajza të tjera duke peshkuar për njerëz. Ishte ky denoncimi që ishte dërguar organeve të drejtësisë, i publikuar më pas në media. Ajo mësohet se po hetohet edhe për praninë e saj në një video me përmbajtje sadomazokiste. Në këto pamje ajo shfaqet e veshur me maskë dhe paruke, gjë që e vështirëson identifikimin e saj, por çështja mbetet e hapur. Pavarësisht se është vendosur në një pozicion kyç në drejtorinë e policisë rrugore në Atik, kjo policia e veçantë kujdeset të shkëlqejë edhe jashtë detyrës, duke shfrytzuar çdo mundësi për të shfaqur përmes Instagramit format e saj fizike, procedurat estetike dhe jetën luksoze që bën pas uniformës.